Deputete e Partisë Demokratike Elda Hoti ka mbajtur fjalën e saj në mbledhjen e së njëjtës të Komisionit për nismat ligjore, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale. Hoti e ka cilësuar si hipokrizi në Kuvendin e Shqipërisë ngritjen e këtij komisioni parlamentar. Sipas saj, mbikëqyrja institucionale nuk është më garantues i drejtësisë. Kushtoi se këtë e dëshmoi presidenti Bajram Begaj, për të cilin tha se certifikoi zgjedhje ilegale. Është një kaos institucional, që është një situatë paradoksale që ndon Kuvendin e Shqipërisë, komisione që bien ndesh me njëri tjetrin, vendime që ngatrohen, përgjegjësi që nuk dihet se kujt i takojnë, dhe mendoj që kjo nuk është as pak krahasore, por tregon që këtu kemi një sistem të centralizuar që është në duart e një personi që ai është Edi Rama. Një komision për nismat qytetare. Mendoj që kjo është një hipokrizi që po ndon Kuvendin e Shqipërisë, sepse nëse do ishim një demokraci funksionale, dim që zëri i qytetarëve duhet dëgjuar, sepse është parimi themelor i demokracisë, por e dim situatën ku ndodhet sot Shqipëria, dhe fatkeqësisht Kuvendi dhe Parlamenti i Shqipërisë janë kthyer një zyrë notariale dhe as pak në shërbim të qytetarëve, por në shërbim të interesave klientelistëve, të oligarkëve, të krimit organizuar dhe bandave të cilët ky kryeministër ka marrë pushtetin. Mbikëqyrja institucionale që duhet të ishte një mekanizëm garantues i transparencës dhe drejtësisë. Ne dim se si sot të gjitha institucionet janë të kapura nga kryeministri, siç e vërtetoi edhe dje presidenti i Republikës së Shqipërisë, që duhet të ishte garantues i kushtetutës, certifikoi një palë zgjedhje absolutisht në kundërshtim me kushtetutën, duke mos pritur vendimin e gjykatës kushtetuese, pra tregoi që nuk është garantues i unitetit të popullit, por është një kukull që komandohet me fije nga zyra e kryeministrit. Deputetja shtoi se prania e opozitës në këtë komision do të jetë zëri i qytetarëve.